Përshëndetje miq, ja pra ku jemi edhe sot si çdo të shtunë tjetër vetëm në ekranin e Fox News. Me mua Silvana Bushatin sot kam dy të ftuar special. Ai është kampion në boks absolut, por sot nuk do bëj nokaut, sigurisht Nelson Hysa. Nelson, faleminderit që erdhe. S'kemi nokaut sot, ë? Jo, faleminderit ju për ftesën. Jo, sot vetëm bisedoj me Je paqësor, ë? Gjithashtu dhe një mik i imi shumë i mirë, Andoel. Andoel, ti është hera 2 që vjen. Me herën e parë dështuam, jo si Nelsoni nokaut, po dështuam. Sot besoj që do shkëlqejmë. Tjerë faleminderit për ftesën. Njëse gjeta, nuk është e dështuam, thjesht ishim pa përgatitur. Ishim në provë sipër. Edhe ti faleminderit, edhe pse je gjithmonë i gatshëm për të qenë pjesë e emisioneve të mia. Shumë faleminderit edhe ty për ftesën. Nelson, unë jam shumë kurioze të di rritjen tënde. Pra ti rritur në Shkodër, sigurisht je rritur në qytet. Po. Luanit, lojra që ju preferonit bënit në moshën tuaj, si fëmijë. Djalë lagjesh, ashtu e kena filluar sportin. Si në Shkodër normalisht djem të rrugicë, po ashtu kena luajtur gjithë sportet. Them kena preferuar luajtur gjithë sportet. Normalisht ishim lagje shumë e madhe, fëmijë shumë, zgjeshim shumë sporte me bë, po gjithmonë kam kanë, po themi prirur me bë boks, më pëlqente shumë. Mos i marroshim gjithë sportet, kisha qejf më fut pak edhe te kandi i boksit aty. Pse jo futbollist? Jo, kam luajtur normalisht, kam luajtur shumë, kam shumë miq të afërt, shumë shok futbollist, kam njeh shumë futboll, normalisht me kanë shkodronë, mos me kanë tifoz me futbollin, s'ka, nuk i takon mirë, po është do të thotë çdo njeri ka prirjet e veta. Unë shikosha vetin që do të thonë kam aty më pëlqen, aty edhe kam kanë gjithmonë me shprehjen që me bë atë që na pëlqen. Unë gjithmonë dosha boksin, unë po them u stërvita shumë të boksi, edhe faleminderit Zotit erdhën e sukseset për cilat sot po flasim. Nëse dhe kishe mundësinë për të hequr një titull nga të tuat për t'ia dhënë vllaznisë sot. Për hir të vërtetës, nuk jeni mirë shumë. Sigur. Do e kishe bë? Jo, ti do t'ja. Jo, ti do t'ja aq personal, për vërtetën, sidomos vllaznia në boks ka në 27 kampionate, kena fitu 23 për atyne. Vllaznia në boks është jena, dhe thënë jena on top. Jeni më mirë se futbolli, ja? Ja, futbolli është shumë mirë, ka popularitetin e vet. Janë djem që mundohen, është shumë i vështirë rivaliteti në Shqipëri me ekipet e futbollit dihet se është shumë i madh. Normalisht Tirana ka kanë gjithmonë që ka rivalizu, po është edhe shumë qytete të tjera siç që një për ju Korça. Boks gjithashtu kena pas rival shumë të fortë, ekipet e Tiranës, ekipin e Vlorës, ekipin e Durrësit kohët e fundit, kena pas shumë rival, po thëmë fryma bashkëpunimit, ose ashtu si që ka emrin vllazni, ashtu kena bashkëpunu, kena si vllazën, kena bashkëpunu, kena ba me ecë për para dhe modelet shumë herë kampion. Përsa titujt nuk falën, ata janë fitu me mund, nuk ja falën askuj. Një boksier që ti e ke ndërthut të ndeshë me këto boksier sot. Ti po thuj se gjitha të ndeshë që të kam pa unë, ti ke qenë në top. Po. Deri tash faleminderit Zotit dhe punës tonë. Gjithë që ka shku mirë, në 24 ndeshje në boksin profesionist, i kam 24 fitore, 22 për cilave i kam fituar me nokaut, po të thëmë vërtetën, kena pas shumë illu në sportin e boksit profesionist, kena kënë shumë mrapa, unë vete kam fillu vonë sportin e boksit profesionist, kam pas illu Tyson Furyn, kurse tash kam shok edhe partner stërvitjet, kështu që me punë arrijet gjithë qa, kam arrit me punu, me shku në të nivele që as vetë nuk e kam besu, por normalisht puna madhe, puna jeme, puna grupit, puna promotorëve në kanë bërë me shku deri aty. Si ishte takimi me Tyson? Ka pak koqës. Falë për gjithë ata që na ndjekin sigurisht, përqindja më e madhe popullsisë tonë ka ëndër me taku. Jo më ta ke shok edhe të rish edhe Tyson si është dreka me të. Vërtetën Tyson Fury ka një periudhë kohë që unë shkoj në stërvitje bashkë, bëjmë kampet stërvitore bashkë. Normalisht ka zgjella kam falenderu, po të them vërtetën jam i surprizum, jam i manitën prej dëshirës, prej vullnetit që ai ka për sportin. Është, domethënë, fiks ashtu si duhet me kenë. Ai është person që është i bën me punë, është person që punon çdo ditë, 3 herë në ditë, ashtu si gjithë ne. Po ai ka ambicie shumë të mëdha, edhe se ka qenë kampion botet, edhe se ka, po them, tash e ka arrit çdo gjë në sport. Edhe një shumë sportista kur arrishin ato maksimumet, ndalohen për sportit, shijojnë ato pasuritë e mëdha që ai ka momentalisht,
Po jo, është i motivum, edhe ka dëshirë shumë të madhe me ndihmu njerëz, ajo më bën më shumë përshtypje. Për shumë me mu dhe shumë miqësor, më thret në çdo kamp stërvitor, isha javën tjetër, do shkoj prapë këtë javë, janar, pastaj fillim kampin e gjatë stërvitor. Mika, do na futesh ti marrim edhe aty një intervistë. Pasi gjetëm këtu. Do i them, shpresoj që në muajin, po bisedojmë që në muajin prill ose maj që t'jetë në Shqipëri, kur t'jetë po atjetër që do jeni këtu me juj. Faleminderit shumë. Andojl ti ndryshe nga Nelsoni, ti rritjen tënde e ke pasur në fshat. Por ashtu siç edhe unë du një eksperiencë tëndën, pra atyra viteve, të fillimeve, të moshës 5-6, si ju i shijonit lojrat, pra ndryshe nga rinia e sotme, a ki hecur zbath? Më thonë dojtë unë jam rritë në Fusharës. Fusharës është një qytet, nuk është fshat, është një qytet. Edhe Lek Biba jo qytet, po më pëlqen më shumë të i thëmë është një provincë të Trapojës, pra si fshat. Unë më thonë drejtën patjetër zbath kena heca, është një eksperiencë shumë e bukur, plus tani edhe këshillohet, do të thonë në psikologji edhe në shumë gjëra që është një terapi. Ne ma përpara ne kena pa heca dhe se s'kena pas, a do të thonë e gjithatë. Po thonë që e kena një shkencën përpara. Kena të pranojna kaq të shëndetshëm. Le të themi, po absolutisht kemi pas eksperjenca të tilla. Për shembull, edhe me sportin unë kam pas shumë dëshirë, edhe pse tani nuk duket fort, por më pëlqen sporti edhe i boksit po ashtu. Por unë kam zgjedh, le të themi, që ngjan fort edhe me sportin fizik është muzika, që është një paralelizim, le të themi, që dashje pa dashje gjithçka bëhet me stërvitje. Pra në muzikë sidomos, edhe në sport, po nuk u stërvitje nuk desh asnjëherë i suksesshëm, kështu që prandaj kemi një ngjashmëri. Më pëlqen egoja jote sepse Nelson dhe kur bëjmë një ndeshje voleybolli për qef, për shumë Andoeli është gjithmonë i pranishëm në ekip me mu dhe ka një ego të smur, me fitu o s'ka. Kjo është kur shkon me lujt duhet shkosh me këtë qëllim, jo vetëm me u kënaq, patjetër se kjo do vije, se s'ke kënaqësi më të madhe kur edhe lun po edhe fiton. Kupton, është kënaqësi më e madhe se sa kur lun, hajt sa me shkritje. Po ego nuk bën asnjë gjë, nuk ec përpara, në si lloj fushë të jetë, më thënë vërtet ego ja për çdo fushë të jetë, po s'pote ego nuk ec përpara. Pavarësisht ne ja kena rrit qëllimin, do kupton, ne kena filluar disa herë. Gjithmonë kena fituar. Gjithmonë. Nelson, në ato rrugicat e vogla të Shkodrës, sigurisht, ti, a ke pas në fillimet e karrierës tënde, pra unë i them bryla gjithmonë, nga këta njerëz që ka thonë ti nuk bën për këtë fushë, ti nuk e behec kurr, nuk ja del. Ka njerëz të më fal negativ që gjithmonë na shtyn për mos me bë një gjë që na e duam fort. Ka njerëz që tash thonë që nuk bën. Tash s'ka, nuk ka gjë që të bëjmë. Po tjetër që normalisht fillimi kanë qenë vështirë, sidomos unë kam filluar pak më vonë se shokët e tjerë, stërvitje se shtëpia nana, sidomos djemtë janë pak lidhur me nanën, nuk është se kishin dëshirë që unë me kenë boksier. Normalisht që bësha mirë dhe sporte të tjera, i gjatë, lusha basketbol, kena luajtur, si thash, gjitha sportet e kena provuar me bë. Edhe brylla ka pas gjithmonë, kam besu gjithmonë te vedi, kam punu shumë. Edhe ajo ka kënë, domethënë, qelësi suksesit tem ka kënë puna. Jam bazu te puna, nuk jam bazu asnjëherë te fjalët e askuj. Brylla ka edhe sot, siç ta thash, edhe sot mundohen me të hell punën që kena bë poshtë, por kam pas gjithmonë mendjen teme edhe e kam binje të plot, se nëse punon për diçka, edhe nëse e don diçka seriozisht, nuk ka njeri në botë që nuk ecë ta lloj fushë. Mendoj që gjithmonë këta që thonë nuk ban kështu, të vlerësojnë në bazë të aftësive të veta, pra kështu, domethënë ka një anë nuk kemi pse ja marrë dhe për keq. Ka njerëz që nuk e dojnë suksesin tonë, patjetër që absolutisht jo. Po shpeshherë edhe për merit, le të themi ato gjithmonë bazohen duke qenë janë pa me bë diçka vetë, edhe fillojnë japin mendime. Duke qenë se unë jam drejtoreshë një akademi, aty unë rris breza të ndryshëm. Gjithmonë më ka pëlqyer, më mirë mos fitoj shumë, por t'i motivoj dhe të ecin përpara. A e shikoni ju prindrit që janë një pengesë pothuajse në fillimet e karrierës së cilit? Shiko, ti thosh prindit që fëmia ka më shku në boks, momentalisht, në moment të parë, çdo prindi duket e vështirë, se më merr grushta e kështu. Po ta kuptosh mirë filozofinë e sporteve ndeshse, jo vetëm boksit, ose çdo sporti. Ta kuptosh filozofinë që një fëmijë të merret me sport, më mirë se të rrinë në shtëpi me kompjutra, ose të kalojnë kohën nëpër telefona,
ose rrjetet sociale normalisht është ndryshim shumë i madh, ndryshim që i duhet çdo fëmijës. Pse po del te sporti jam, merresh me sporte luftarake. Çdo fëmijë, vajzë, djalë, krijon karakter, krijon siguri në veti, krijon disiplinë. Janë gjëra që këto fëmijë më shumë se kur kanë nevojë sot për këto, ti ke këto gjëra që ti merr prej sporteve individuale dhe sporteve ndeshse. Kështu që sa do e vështirë që t'jenë për prindin, më e vështirë është ajo pjesa kur ta shif fëmijën tonë gjithë ditën në telefon, se sa ta shkojnë fëmijët në stërvitet, të marrin disiplinë, të marrin edukatë sportive. A ndohen ti në fillimin e karrierës tënde, sa i ke pas mbështetjen nga familja? Për vërtet unë ka pas gjithmonë mbështetje nga familja. Pra edhe në moshë vogël na kanë lënë me zgjedh ato që kemi desht, por gjithmonë duke na shiku, duke na në kokë, domethënë patjetër, sepse duke marrë parasysh dhe mosha, kupton është domethënë një farë si çdo prind. Sa herë ka Renana ty se Nelson në një eksperiencë që ne kena pas bashkë, Antoili akuzuem ka Renana më ka mytë. Po, më ka Renana. Ajo gjona ka pohar, le ta themi, pra pas për gdhelja që tani për shembull për jes vërtet mungon. Tani nuk e di se si do, se për shembull a do si unë akoma se kam përjetu që prindërimin, edhe nuk e di akoma se si, domethënë do doja të të pyesja ty, ti rref në herë ato tut, sikur na ka barraf në nona jon. Tash në kamerë s'po e thoj, pse e bëj. Që atë e vesh. Ja, por herë të vërtetës unë jam nga këto nona që i mbështes shumë të dy fëmijët. Për shembull kur vajzën unë e kam fut në futboll sulmuese, pra është si baba vet. Kam marrë kritika nga më ndryshmet, pse jo në volejboll si ti, pse vajzën do ta bësh më paraqitje si djalë, e shumë të tjera, po unë gjithmonë kam mbështet ëndrat e tyre dhe do t'i mbështes deri në fund. Do që Andoeli të sugjeroj dhe ty që kur të kesh fëmijët e tu, po të bësh po të njëjtën zgjedhje që kam bërë. Patjetër më punesh, patjetër, është ma minimale. Ashtu. Nelson, lek borç a ke marrë në herë drejtën kur e kanë fëmijë? Te nona, me nonin i këna. Që s'ja kena pykur. Po shdojmë ja morim nënës. Ka i 5.000 lekë, Po shdojmë ja morim nënës në i lekë. Jo, për vërtetën marrëdhënie, po thënë me t'jashëm nuk kam pas për lekë, se faleminderit Zotit, familja është mundu me nej plotësu dëshirat. Kjo marrë me lekë borç është formë shaka, sa mos e merr. Jo, po po them. Faleminderit Zotit, jena mundu me familja është mundu me na mojt mirë, sporti ka qenë i mundimshëm, ka keni kushtueshëm normalisht se ka keni për ju në fillimet tonë që nuk kishim as doreza, as materiale sportive nuk i ofronte atëherë shteti, kështu që familja na ka marrë me grumbullimet, me shumë gjëra, por borç kena marrë te nanët e babës që hallo se kena Se kena dhënë kur. As kam për t'ia dhënë herë. Me ti kam. Po ti Andoel. A me punesh gjana të vogla, kupton? Se nuk ishto, 2-3.000 lekë. 200 lekë për autobus. Antenën e televizorit. Jam kurioze me ditë ty Nelson të ka kap ky pres Andoeli është më i ri. Jo me unë të oa gjatë jem në fshat Kryqëzi, edhe me të çute. Ma improvizoj pjesë. Po me çama thon, rrishin për shembull, një rrit aty marrin me pakë dera, një rrit aty, një rrit e ke sharpit të lut, apo tani. Vërtet e bëj poshtë. Edhe pak, luje. Le, kur e gjeshi. Po kështu, kryesisht me gjetë të sportet e huaja, kupton, nuk Po e kohë që i dolen për shumë sharp, ato tjera fillin. Ogjët e mi, të baba janë 8 fëmijë, ogjët e mi janë 5 vëllezër. Ogjët e mi ishin shumë që fli boksit edhe narkosi, po të ndërgjit po këtë sportet, të delëshim, bërtitëshim. Kishtë njeni ogjë, kishtë sharp, blevi i pari, ogjë i tret, Cufi, blevi edhe shkoshim aty me po boksin, ishte që fli boksin, thirë taj për ogjë ishte nërë në shpi. Jëlte, hajde se ka fillu boks shkoshim, u për ishte boksin, del jashtë. Mos e luj, këtu anë re, ashtë gjamë thonë, ashtë okej. Ka kënë kohës, po me thonë të vërtetën, në ka morë malli për atë kohë, edhe ka kënë kohë të bukra. Seriozisht që ka kënë kohë të bukra. Të shikon fëmijë tonë të anagadi. Në pëlqen me i pas të anagadi, po vërshtisht se dëshira e madhe që fëmijës me i ofru më të mirën nuk marrën. Dhe me thonë, kena dëshirë që fëmijët kënë gjithët mirat, po prap është shumë nevojshme që ato të mësohen me i marrë vetë disa gjona me i fitu vetë. Kur unë ju thamë fëmijëve mi që dikur përdoshme shkon në shkollë, shkoshim me 200 lekë në autobus, shkoshim 1 orë në kam,
shkoshim ma bëne. Nuk e imagjinojnë. Sot nuk e imagjinojnë, po edhe nëse ti e qës stërviti me makinë modeste, pra hap, tak, e shef që futën poshtë makinës aty mos me i pa shok. Andoel, si me ndonë ti për këtë bullizime që ndodhin për brezin e ri? Shiko, mirë është që patjetër fëmia të edukohet me thjeshtësi, pra domethënë absolutisht me tregu që s'ke pas, pra që e ke fitu vetë e tjerë, është mendimin pra domethënë që ta di edhe rrugën tonë që sa ke vujt me arrit këtë gjë që ai sot ashtu e gëzu. Kupton që në të nesërmen që kur të rriten mos i ketë gjanat gjithmonë gati. Edhe unë jam me këtë mendimin që fëmia duhet të sforcohet pak që gjanat i fitojë vetë. Kupton? Le të themi edhe në rast se ke mundësi me ja plotësuni diçka, duhet punoje, për shembull ose studioje më shumë ose të ketë arritje më të mëdha që ta fitoje, kupton? Le të i far pakti që mund të bëhet midis prindit edhe fëmisë. Sa do arrihet, akoma se di, nuk jam i sigurt, ti është po flas teorikisht, praktikisht mund të risni ju. Dasmë kur do me e bo, Andoel? Unë dasmë do ta bëj pa e menim të Zotit për një ishto 4-5 vjet po herë. Sa tratona, se kështu themi, belanona martona. Gjithmonë ato që kanë pas afat gjatë. Dasmë se dekës nuk i di të thojmë shkollë. E se di, nuk e di më akoma. E bukur. Një gëzuar tash Nelsonin e di se di që spin, po Jo, një nuk gëzuar, prandaj Faleminderit. i kom marrë informacione shumë sakta. Një gëzuar. Andoel, mendoje veten që je në një ring box, pra Nelsonin ndeshje, një këngë që do ta këndoje për Nelsonin para ndeshjes. Për Nelsonin absolutisht. Jemi dis Shkodra, ka ndeshjen aty tifoza boll, shoqër zotin Shkodra është. E do sportin. E don sport. Jetojnë me sportin. Jetojnë. Shkolla më thonë, jetojnë me sportin. E para ndoshta mund ta filloni me himnin kombëtar ose me diçka patriotike absolutisht. Por edhe me e bo me qefi bëhet me Shkodran nuk është keq. Na dëm një këngë që e motivon Nelsonin. Po, Por që ti e me dhënë që e motivon Nelsonin që me kohë direkt knockout. Te s'ka këngë asnjë patriotike është tjetër. në rregull aty. po, me këngë patriotike absolutisht Hajde. jam i sigurt që do Këndojmë në Andoel? Dhe cilën këngë Nelson që Cilën duhesh. Si të gjitha patriotike të pëlqejnë, nuk i ndoj asnjë. Shpeshherë biles në ringë ndryshoj këngë, ndryshoj këngë shpeshherë që mos më thon, po them X që Nelsonin hini me këngën teme ose kam qef që tjetë. aha. Kur Kur një qanë zanin e nanës, qyshelen qinqi kopen, blegërin dy atrier, edhe iken emër dhen, blegërin dy trier, edhe iken emër dhen. Shqipëri, oh, nana ime, don se jam i mërguar, dashnin tane zemra, kur s'ka me harue. si mos motivuesh mos kësaj këngë. Mirë këtyr sërish, Andoel, ty të këndov zemra. Faleminderit. Faleminderit. Ne po bënim para Do pakisht zemra të lum goja. Të lum goja. Një bisedë kur laheshim ne dikur të dielave. Ti thaje na la me kusi. Me kusi, po përbes. Me kusi, vete nona kusinë e modhe aty. Më zarmë që kishim ula, që njëna fmi shumë, këtonë kishim ula disa. Në veshe 2-3 kusi, këtonë u blogote ajo. Fura druve, avash, merta, e kena pa thonë saplak, tani thënë tasa, nuk di që i dojë këtonë. E që në me saplak aty. Edhe, vetëm tjera. Atë Nelson? Po pis shtumen. Problemi është se kena pas problem me energjinë elektrike, pra, nuk është se kishim drita, natës ka pas drita asnjëherë. Vështirësitë aty në vite i kam zonë dhunë, thonë vërtetën, ne nuk kena kënë shumë fëmijë, 3 fëmijë, kena kënë shtëpi, po normalisht se për ditë nuk mund shumë ula, kështu që i bite mulave grafik, së të lanë vllai mamë, nesër motra, ose nesër se nana, baba normalisht edhe nuk kanë kënë dushat të që janë tashi, nuk edhe normalisht që u bashim pis, nuk kam kënë fëmijë lojtë sakë, u basha pis, e bashkë të nejtë rrahë se jam ba pis shtumen. Me shopka. Nana jam se ka pas kur dorën e letë. Unë i thëmë, kur qeshëm e dhe i thëmë, gjysën e boksit e kam fillu për te, se më ke ra, i thëmë, jo më ke ra, për ditë. E nëna s'ka pëjtu kur me në ra. Ashtë mëso trupit. Jo, po, nuk Që në ka. dalim, nana me babën dalën, për shëtë Sa do që, u kam kënë djali vogël i shpisë, sa do që normalisht i lastum kam kënë, ka do
çdo prind jetë se do shumë ka dash për nana, më rrah kur s'ka pritur për zotin. I lufshin duart, nana. Ose të mos pas ka rrej kur për ata që po e Ja, mendoj. ja, par. Ja, vajzat nuk i rrajnë, në shtëpi vajzat nuk i rrajnë, me Ja, thonë s'tene. tamam. Asë ne, për shemë, Vajzat, ja. Ama baba nuk është në ka rraf në Jo, jo. baba s'mus më ka rrah. Po, na ka qortu fort, po vetëm një herë mo e men, vetëm fillimin e shpullës ti, pastaj nuk mo e men. Po, një herë... Ki harrot? Baba e ka pas i shput mas qafet. Lam duesem kujto më futi shput bau mas qafet, ishte dorë të madhe, wow. Edhe nuk bashë më, mas në kurse nana, po, nana sportohet, po them, unë isha dhe shërë, isha fëni shërë, për ditë. Me ne thu për thonë, ka pas raste që thonë zgjidhe vetë thuprën. Jo, baba s'ta ka rrah me thonë të vërtetën. Sidomos vajzat, baba si prekun vajzat shumë. Ne, edhe baba s'na ka prek, as mua s'von, por nana po, nana, do sot qeshim me te, faleminderit Zotit i kena shnoshe mirë në shtëpi, bashkë me ju. Qeshim i thënë, mamë, përse s'ke pritu kur më në rrah, për ditë në rrate, nana kishim kështu si unë i herë, nuk flesha po më rrah nana për ditë, kështu që... Na ka boharë, na ka Të s'kon boharë. bo rritë me jetë, sa? Po tashi, është krejt e çuditshme se tashi nuk i prekim fëmijët, është e vështirë. Me bërë në i shërtë fort, më të kapim i thupër, po zote, nuk i prekim fëmijët, na duket, thëmë, bab, i thëmë djallë, bab, në ka rrë nana për ditë, ju i në radio, s'gudzon kush ju fillojnë me fill. Mos më prek se mbulizon, mos më luj duhet gjupin, duhet dëshirat nga më dërishmet, edhe normalisht që kena dëshirë me ja plotësu, se folën dhe përpara. Ne për ata jetojmë, punojmë... As ne nuk kena aq vjetë, edhe për veti. Ja, po bravo. Edhe për veti. Për veti për ato bashkë. bashkë. Për veti për ato bashkë. Edhe ata kanë nevojë me na pas me afër, na kena nevojë shumë që me rrit ato me dashuri, me mirësi, me çdo gjë që ata kanë nevojë. Lum ata që kur hinë derë, thomon, i vjen era non. Unë për veti si të shkoj të shtëpia dhe ta shoh nonën time më kom tonë botër. Mos e vërtet. Kjo që thua është e vërtet, unë shofat të djali, unë kam ideal. Qa do që i bojë, faleminderit së bashkë me ju, qa do që i bojë, unë dalë gjithë ditën me te, qojnë sporte, qojnë pishine, qojnë kickboxe, qojnë të boxe, qojnë kudo. Gjithmonë ma dzjerën në, shkojmë të mami, mori madhi për mami, bojë dhe të jeme barë. E du atë, dhe me thënë, dashurin që ka nana me djalin, se edhe e shoh tash të djali jem, dhe jam shumë i gëzuar që e dojnë naneve që respekton, edhe është gjëja më e mirë në botë që me respektu prind. Është për mendimin tim kush respekton prind është për aty fillon mirësia një njeriu, kur fillon të respekton prind. Unë kur s'kom fol për djalin, zakonisht unë kom djalin vajzë, për djalin unë e kom pikë tupë. Ai ndojel, domethënë, si djali jot, po në çdo lloj gjëje ndark, nëse ai nuk merr rrë flokëve mi, ai nuk flen. Pra djalin e kom pikë dop të zot, djalin edhe vajzën, sigurisht, po djali është. Faleminderit. A ndojel një këngë për nanën tash ma si jena të nana. Në fakt unë me një këngë për nanën. Fal ndojel, fal. Ti nuk e ke pa ka shumë ferme, po kur kom dalë unë dhe kom taku nëna Ndoelit, sa më ka pa për dashuria nënë si ka rënë lëtë. Zoti madh dha dole ti, tha unë shoh Ndoelin, tek ti. Përse nanën e kitë mrekullueshme Ndoel, na duket sikur e ka bojmë çoka sot në emision, po është qesh se është për qeshur edhe është bisedë komode. Ta du shumë mami. Jo. Shiko, unë fakt kam bo një këngë për nanën edhe kam kenë në pjesë të festivali i Radio Televizionit, konkurova bile festivali 62-shit. Si Me dole? një këngë për nanën edhe normal kisha shumë emocion tek sa e këndoja. Edhe kënga thot lotët ti fshe e gjumi nuk të merë, drita ti mban qel se pret më marrëshe. Emri saj është nan, emri saj parajs. Pastaj vazhdon me dashnim ke sjell, o nan ti në këtë jetë, o në shekuj ke me mbet, nan dashni e për jetë, nan. Bravo. Faleminderit. Do marrësh pjesë vjetë në atë show? Jo, këtë vit nuk kisha mundësi. Nuk kisha mundësi sepse isha goxha angazhuar gjatë sezonit, a din. Edhe
për me shku me një diçka sa me kalu radhën nuk doja, me të thonë drejten. Po shpresoj që për vitin tjetër të kem diçka gati. Do mundohem ta bëj gjatë vitit dhe jo ta lej për moment funit, sepse shpeshherë e neglizhoj këtë punën edhe nuk është mirë. Po shpresoj që për vitin tjetër të kem diçka të bukur për në festival. Nësë kongës nasë nuk të kanë me shku me kongë kërë. Ja, ato po. Nelson, do të kemi ndeshje të radhës? Jam të prit, tash jam menaxhim bashkë me Tyson Fury, si që thash. Edhe ala nuk kena vendosur ndeshje të radhës të vërtetën. Jo se jam lol, jam full me energji, po stërvitem që të arri formën më të mirë se që kisha deri tash. Normalisht që ndeshjet për në këto momente që jam momentalisht shumë kampioni i globit, kampioni i arti i botës, në njërën federat, tjetër kampioni i globit dhe normalisht në titull që i synon gjithkush, ka shumë që po bëjnë sfida, ekipet respektive, menaxhmentit po merren po shohin ofertat dhe po shohin se ku do të boksojmë. Nuk kam datë, as vend ndeshjet. Shpresoj që kam shumë dëshirë dhe fansat kanë shumë dëshirë që t'jem në Londër. Shpresoj që të realizohet atje, nëse jo, duhet me pa diku një vend tjetër, o Gjermani, o Londër, jam i këtyre dyjave. Po edhe Zvicra është një opsion i tretë, kështu që të shohim se ku do vendosin. Personi që ti do me pa gjithmonë kur je në ndeshje. Kur je në ndeshjet e tua, don një person që du me pas gjithmonë me pa. A ka një person Po, në qanë vërtet? ka, është Nusja, kam gjithmonë në vedi, Nusja të kthehen tifozit, je di vetë, je ke burin vetë, futboliste, je gjithmonë që e ke njeh. Është, thënë vërtet, është përkraje e madhe. Mos andaj ka dhe ndeshje që nuk i pëlqejnë, që të bënë të mytë, kjo kështu, kjo ashtu, kthehen, kthehet, po them, çfarë të them, një udhëzues, ndeshje shpeshherë shino me sy, është njeriu që du me e pas gjithmonë, është Nusja eme që nuk jam mësu me udhëtu me te, jam mësu me i ndonë ndeshjet, emocionet e ndeshjeve i kalojmë bashkë, kena shumë vite bashkë, 22 vite, kështu që edhe ajo e din se sa shumë nevojë kam unë gjatë periudhës ndeshjeve, edhe para, edhe mas ndeshjeve me kalu mirë me te. Këtu po shoh edhe vetën se realisht unë lapin e kam dy, kanë luajtur në fshat, në ekipe shumë të mira. Kudo nuk kam lënë rreth në Shqipëri që se kam mësuar për ti dhe duke e pa. Tash e tom ka herë jam lol. O pa në gola pa fund, do të mos më thirrmo. Anduel ti kokes një person që të vjen gjithmonë. Zakonisht, do më thonë, unë zakonisht shkoj me vllahën, sepse kjo puna Nusën, po e ke nusën, se ti që ke nusën e din. Po, është e vërtet. Po, momentalisht, unë duke marrë parasysh që jam edhe në hapat e para të kësaj gjasë, absolutisht që do të tregohem pak sa i kujdesshëm, edhe plus nuk është se kam pas një marrëdhënie publike, kupton, nuk është se kemi bërë diçka publike që më thonë që edhe mu më shoqëron vllai gjithmonë, sepse kjo puna jonë është me orë të vona të natës, kupton, edhe është shumë e shpeshtë. Plus që nuse ime vazhdon studimet, edhe është e angazhuar me gjanat e saj. Dhe për shembull kam shumë dëshirë në rrugë të largëta, po patjetër që me pas me vete, sepse do duhet... Edhe mos dush ti vjetën, do vi se do shoh. Do vi se... Kështu që kjo është. Është vërtet. Hajde edhe një gëzuar çuna. Zoti të Nelson, unë dua të di shumë për ty, ti kishe goxha shumë vite me Nusën, dua të di si jeni njohur. Pra fillimet e lidhjes tuaj. Po, kena kënë të një të shkollë, në më e vogël shkollë, edhe jam krenar për Nusën teme, ishte më e bukur e shkollës. E vazhdon ditë shumë e bukur. Po, faleminderit Zotit, edhe e bukur edhe e mirë. Shumë e mirë. Më ka beku Zoti me familjen që kam, e faleminderit Zotin gjithmonë. Edhe normalisht që unë isha sportist, edhe unë isha me njoftër i shkollës. Sportist isha, në të kohë isha, po thëmë rezultate shumë të mira, normalisht që i njoftën isha. E kur kishta arë në shkollë, Nusja pëlqejtë, e nga cmoshë shumë herë. A ke shku nga mrapa kështu Po, 1 milion herë. 1 milion herë. Nga mrapa, nga para që të kom, po. Asne faleminderit Zotit gjetu mundësi me folë, me bisedu. Kena kalu shumë bukur të thëmë vërtetë, kena janë të vite që janë bukur që
nuk e dishin familja nuse, se familja jam delqin, pishim kafe me shoqni. Delqin po dhe më timzash në ato kohë, ka kenë shkollë, ka kenë e vështirë me perceptu, se ne ishim 2-3, unë kam kenë 18 vjeç, nuse ka kenë 15 vjeç e gjys. Edhe normalisht ishte vështirë me marrë vesh familja, sa njofëm, se ne nuk isha emër i po njoftë, dhe nuse ka fist ma ushe që kur zbulum, e morëm vesh, jam feju herët, në fakt, në vërtetën, jam shumë i gëzuar që jam feju herët, që më ka ndihmu shumë si në karrierë, si njëtën teme, me formu çdo gjë tjetër, se kam formu bashkë me te, më ka ndihmu shumë. Unë e thëmë gjithmonë edhe, po e thëmë edhe publikisht që femrat janë më të sigurta se ne. Sigurisht. Janë më të zoja, më ka ndihmu këshillat e saj, kanë kenë gjithmonë të mira për mua, kanë ndodhur gjithmonë, po e thëmë, shkodohesh për hajër, kështu që e falenderoj Zotin që jam feju herët që e kam njoftur. Një mashkull i suksesshëm thonë që duket nga nusja që ke në krah. Pra edhe Nelsoni duket se ka vërtet në krah, je një zotëri kompletuar në çdo lloj drejtimi. Edhe komplimente vërtet për dashurinë tuaj. Ti janë duel? Unë me thonë drejtën, edhe unë jam njoft në ambient të shejt, unë jam njoft në kishë pak me nusën time. Edhe ku Zoti. Po, është tamam, e kemi pas ato, se ne shkojmë në oratorin Don Bosco, si në njofte të kisha Don Boscos. Shkoj aty me aktivitetet që u banin aty, unë duke marrë parasysh që këndoja e tjerë sapo kisha filluar edhe po thuj se ishte diçka e ngjashme, dhe nuse ime shumë e bukur, e zgjuar, po ashtu besimtare, pra domethënë edhe kishim ato flirtet e para, Unë do them që burrin e kam bukur. Se për burrat nuk është gjë e mirë, thosh e kam bukur. Ja, shumë e vërtetë. Po, e vërtetë. Kam një lojtar shumë mirë, duhet të them. E ke Ke burr të mirë. E ke Burr burr shumë mirë. Edhe kështu kemi filluar le të themi domethënë ato flirtimet e para. Pastaj duke marrë parasysh që organizonim shpesh kampet, ashtu kemi pas mundësi Kemi pas mundësi. po që me fol, që me diskutu, që me nejt së bashku, me bashkënda diçka. Edhe pse ndoshta pothuajse gati një vit e gjys ke shtu tinzash. Po derisa erdhi momenti që pse jo ta din shtëpis, sepse është edhe diçka dhe siguri, sidomos për femrën, që ti tregosh që unë po, le të themi një farë sigurie. Kështu që prandaj, dhe realisht jam shumë i bekum dhe shumë i lumtur që e kam program. Absolutisht është shumë përkrahase në gjanat që unë baj, edhe ka fryt. Edhe puna ime ka fryt. Kështu që është vërtet edhe shprehja që thej. Pas një burri të suksesshëm kështu, është mrapa një. Nelson, për hir të vërtetës, unë në aso kohë kur kam njoh burrin tem, unë kam pas lujt në Danimark. Pra luja voleyboll atje dhe unë e lash 10 vite të jetës atje, e lash për lapin për të jetu këtu. Që unë kam bërë më shumë sakrifice juve që i keni shku para mrapa. Tash janë duel ke mundësin për të t'i bërë një pyetje çfarë do lloj që duash ti Nelsonit, po ta vendosësh për shpatlla pas murit. Themon gjithmonë. Shpatlla pas murit, se ai ka shpatlla e vetur më të kollaj. Domethënë, a ke një pyetje që mund të jetë. A ke pas për shembull në një moment pasigurie, për shembull kur ke pas në një ndeshje, për shembull që mund të kesh thonë që shiko se edhe mund të, domethënë ke pas këtë pasigurinë. Po, Lëkundje. No, shpesh ndeshje, po më shumë se kur kam pas një ndeshje që kishën në stadiumin e Ipswichit në Angli, kisha përbërë një kundërshtar gjerman shumë i fort, them vërtetën, edhe kur shikosha videot, edhe them tamam u pendova se e morra ndeshjen, se e pranova se thash pse të rrezikoj karrierën pikërisht në Londër që është syri momentalisht syni i ton botës për boksin, thash pse ta rrezikoj karrierën këtu. Po pastaj prapë një shqiptarëve që jena të fortë, edhe na vjen mbështet shumë, them vërtetën, është kena mbështetje sidomos kur jena jashtë Shqipërisë, kena mbështetje të madhe nga shqiptarë që jetojnë kudo, sidomos Anglia është shumë. A ju mbështet shteti, jam kurioze? Boft mirë. Kur e ti ma kalova me ujë, kështu që shumë mirë kishim emisioni pa politikë pasi që kështu që ne të mesim i do. Jo, nuk jam marrë kur me këta, s'nuk më interesant, me folë për asë i gjajet, ka kush merret, merret me sportin. Prandaj dhe merret me sportin, kush është ofru që ka ndihmu. Kam kënë falenderues gjithkohon si një jetë, si në televizion,
kudo që jam pyet, kam këtë falënderues për ato që kanë ndihmu, po edhe për ato që s'kan ndihmu faleminderit se ja kena dalë vetë. Kjo është më Na lumshim ka më dur. Fakt edhe kur ja del vetë është edhe edhe më madhe. Ndihmon më shumë. Je më i motivuar, edhe din ç'a më thonë, e din që nuk i ke marrë gjëmet gati, po i ke fitu vetë me mund, me djerës. Po. Sa ja u sugjeron brezit të ri, pra edhe pa mbështetjen e atyre që duhet na mbështesin në sport, që ata të vazhdojnë boksin. Them vërtetën, ja sugjeroj çdo prini që është sot që t'i çojnë fëmijët në sporte, ndeshje, sporte, sidomos boksi, siç e thash edhe para pak, kur folëm, sporti i boksit krijon karakter, të krijon disiplinë, të krijon vetbesim, të krijon atë që ti me kuptu që mundesh me ja dal pa ndihmën e kërkuar, je vetëm në ring, hin vetëm në ring me kundërshtar, me pas shumë. Kështu që kur mësohesh me ja dal në ring, mësohesh me ja dal edhe një jetë. Kjo është ajo që unë i kam thënë gjithmonë njerëzve, mësoni fëmijët hin në ring, të përballen, të luftojnë, nëse dohojnë një grusht, dy grushta, ka gjëra edhe më të forta jeta se një grushta, dy grushta, që le të mësohen, të fillojnë me ato që ti je gati për goditjet e tjera që mund të japin jeta, asnjë prej nesh nuk ka kalu jetë të lehtë. Tonë kena pas problemet tona, goditje që na ka dhënë jeta. Faleminderit Zotit. Edhe sporti shumë ka ndihmuar që me kalu shumë situata të vështira në jetë, edhe sot ja kam dalë që faleminderit Zotit, jam mirë. Djalë jo ta merret me sportin? Merrem me tonë sportet e botës. e qaj not, e qaj kickbox, Gjoja ka shku në basketbol, ka shku në atletik një herë, asnjë prej tyre nuk është shumë që fli sportit, por unë kam dëshirë shumë që ai të shkojnë të merret me sporte luftarake, e qoj po e njeh tash në kickbox edhe not, të dyja bashkë, sikur i ka marrë me qef kickboxin. Po unë nuk jam xheloz vetëm të bëj sport, nuk jam për me nda sportet ose si gjë, po shkon kickbox, po shkon not. Kështu që më pëlqen shumë që po shkon te këto dy sporte. Vetëm të rinë sport. Ajo është më kryesore. Vetëm të rinë sport. Tash Nelson mund t'i bësh një pyetje në duelit. Jashtë këtyre që unë i bëra deri tash. Po, jashtë këtyre. A mendon dhe a beson se ka ardhur kohë që ti të bësh një bashkëpunim të suksesshëm që të shohim shumë lart, më lart se kaq? Edhe me këtë do ta doje. Okej. Shiko, më thon drejtën, absolutisht që po dëshira shumë e madhe. Se normalisht bashkëpunimi e rrit një këngëtar, se janë dy emra që bëjnë një këngë bashkë, shumë besoj. Për me nxjerrë një produkt, le të themi që do doja patjetër që po, mendoj që është edhe koha. Unë kam një dëshirë dhe kemi diskutuar, le të themi, akoma nuk e kemi finalizuar akoma një projekt praktik. Jam diskutim, mu më pëlqen shumë si artist, Frederik Noci për shembull, se gjejmë dhe rastin, është edhe i Shkodrës, është edhe është këngëtar jemi preferuar. Dhe realisht një këngëtarët e mi më të preferuar që ka Shqipëria, jo vetëm Shkodra. Për mua do jetë një arritje profesionale, një arritje personale imja, të kem një bashkëpunim me Frederik Ndocin patjetër. Edhe Shkodron, këtu këtu ngeli. Sepse ai ka dhënë shumë artit shqiptar dhe do doja që realisht me ecë në hapat e tij. Pra, domethënë, atë Frederikun në rast se ti e pyet me të kënu një këngë, ai ta kënu një këngë për të gjitha stilet e muzikës. Pra, domethënë është artisti më i kompletuar. Qoftë nga ana profesionale, por flasim edhe nga ana njerëzore. Kështu që mendoj që ne kemi diskutuar çete ferma, se kemi pas të ferma në fakt e Frederikun. E kena diskutuar që atje dhe akoma nuk kemi finalizuar diçka konkrete, s'kemi pas mundësi për më ul, por me ndihmën e Zotit sa më shpejt do ta bëjmë. Unë dua tani një mesazh nga secili ju përpara se ne ta mbyllim, motivues për gjithë ata që na shikojnë nga ekrani. Ti për fushën tënde, ti për fushën tënde dhe unë gjithashtu për fushën time. Për fushat përkatëse që ne kemi secili. Vazhdojmë. Okej. Hajde. Ajo që unë do doja t'i thoja të gjithëve, sidomos brezit të ri që do të arrije diçka në jetë, gjithmonë du t'i vë një pikë synim vetes, e të punoje fort pavarësisht përplasjeve, pavarësisht bryllave, domethënë se diskutohet që do keni një jetë, t'i veni një pikë synim dhe të luftoni shumë dhe të punoni shumë që ta arrini. Dhe në moment që e keni arrit, vendos një pikë synim edhe më të madh se ky i pari dhe të bani njerëzit më të kompletuar. Normalisht për gjithë fushat ajo është pothuajse e njëjtë që vetëm me punë arrihet çdo gjë, vëni vetes detyrat, lani vetë detyrat e besoni te vetja, se askush më fort se vetja nuk ngren lart.
Jam shumë dakord me dy parafolësit, sigurisht edhe unë do flas për fushën time. Unë nuk kam një fushë të caktuar, unë gjithmonë kam thënë kam 7 profesione, pra se cila jam si djali Nelsonit, jam të noti, jam të voleybollit, jam këtu, jam aty, por gjithmonë me besimin tek vetja dhe me njerëzit përkrahas që i kam pas gjithmonë familjen, partnerin, unë ja kam dalë dhe sigurisht do t'ja dalë edhe më tej. Por më shumë na ndiqni stunën, ju faleminderit.